Kapitulli, ma trego gabimin mua, jo të tjerëve, sepse gabimet e mia janë përgjegjësia ime. Nën titull, të korrigjoj veten, jo të turpërohem nga të tjerët. Në një botë ku zëri i përgojimit është më i lartë se ai i këshillës, është e lehtë të ndëshkosh një njeri përmes fjalëve të tjerëve. Por nuk ka ndëshkim më të padrejtë se kur dikush e mëson për gabimin e vet nga rruga, nga turpi, jo nga mirëkuptimi. Një fjalë e thënë mënjan, një dorë e zgjatur privatisht, vlen më shumë se një dënim publik. Secili nga ne i ka bërë gabimet e veta. Disa i mbajmë fshehur në heshtje, të tjerat na i kanë nxjerrë të tjerët si flamur në mes të turmës. Por a mëson njeriu më shumë nga shpotitjet e tjerëve, apo nga reflektimi i vetëdijshëm i shpirtit të vet? Kur më thuhet gabimi im në sy, pa zhurmë e pa ulërim, ndjej se më trajton si njeri, jo si fajtor. Dhe kjo është mënyra e vetme për të më ndryshuar. Mos ma shpërfaq gabimin si armë. Mos ma përmend gabimin për t'i bërë të tjerët të ndihen më të pastër se unë. Thuama mua. Thuama troq, thuama me zemër, thuama edhe me ashpërsi po deshet, por thuama mua. Sepse nëse do të më ndihmosh, më flet në sy. Nëse do të më dëmosh, më flet pas shpine. Thënie. Më mirë një fjalë e hidhur në 4 sy, se një buzëqeshje e rreme në 10 vesh. Gabimin tim ma thuaj mua. Jo sepse jam krenar, por sepse dua të mësoj. Mbyllje, forca për të ndryshuar vjen nga e vërteta, jo nga turpi. Të më tregosh gabimin është akt dashurie, jo ndëshkimi. Është prova që të intereson rritja ime, jo rënia. Ndaj, në këtë botë të mbushur me zëra që gjykojnë, unë kërkoj një zë që më mëson. Një zë që nuk bërtet për të më turpëruar, por më flet për të më ndihmuar. Mos ja thuaj botës gabimin tim. Thuama mua. Sepse gabimet e mia janë të mijat dhe vetëm unë mund t'i kthej në mësime.